Mas pari teknologjia nuk një kufi. Jemi na shoqëria që duhet me i bëhe ato kufit edhe në aspektin ligjor edhe në aspektin edukativ, vëdisues, më thonë në krejt format. Sa larg mund të shkoj, mund me përmend nështë një prej formave që është ma e rrezikshme dhe një prej formave ma të mdhaja të dhunës digjitale ndaj grave. Është një ulëmtim që është bo, po e përmendi si rast konkret për me pas parasysh për çka është fjala. Është një ulëmtim që është paraqit në prej një platforme që ka funksionin njëjtë kontrollimit të fakteve në Spanjë, edhe të regon se qysh është bo deep fake me pornografik. Do me thonë, jemi të folë për përdorimin e imazheve, përdorimin e fytyrës, së figurave të njohura dhe grave dhe vajzave cilat nuk i përkasin jetës publike, edhe janë kriju imazhe të rrema me fytyrat e tyre dhe janë shpërnda në përfaqe të ndryshme pornografike, që është një prej formave ma serioze të dhunës digjitale. Madje edhe studimet ndryshme ndërkombëtare që janë bërë për këtë fakt tregojnë se qysh viktimat kanë thonë që nuk mundën janë shumë të pafuqishme për me u përball me manipulime të tilla dhe janë shumë të pafuqishme për me raportu për përballje të tilla, madje edhe për shkak të mungesës së kuadrit ligjor. Kështu nuk është sa larg mundet me shku teknologjia edhe inteligjenca artificiale në krimin e përballjeve të tilla është nuk mundemi as me paramendu, po e shohim që çdo herë më shumë është u bë serioze kjo çështje dhe çdo herë më shumë jemi tu përballë me rreziqe të reja, cilat realisht nëse nuk fillohet me kampanja vëdisuese, nëse nuk fillohet me u marrë seriozisht edhe për institucioneve shtetërore mënyra e rregullimit të një kuadri ligjor që normalisht vazhdimisht duhet me u përditësu për shkak të zhvillimit të teknologjisë, nuk është që gjithmonë ka me mujt me qëndru i njëjtë. Është shumë vështirë na me fillu luftën reale ndaj dhunës digjitale. Kështu që besoj që kjo është forma e parë cilën na mundemi me ndjek për me fillu me i luftu këto forma të dhunës digjitale. Faleminderit shumë. Zonja Berisha, po e shohim që paska në vendet e tjera edhe mundësi që të zhvillohet një luftë kundër kësaj dhune digjitale që ushtërohet. Sa vlerësoni që kanë ndërmarrë veprime konkrete institucionet shtetërore në drejtim të luftimit kësaj dukurie në Kosovë? A është temë, nëse më me thonë tabu, nuk është të marrë hala kërkush me këtë farë problemi, apo ka diçka që e keni pa dhe që tash duhet me avoku? Me thonë vjetë ka pas disa nisma për adresim të paktën nga aspekti ligjor. Në maj është lancu direktiva e BE-s për adresimin e dhunës online, dhunës ndaj grave dhe vajzave, dhe ajo direktiv automatikisht një shoqëria civile kemi shfrytzu si një dokument për me avoku tek qeveria për me fillu në plotësim ndryshimet e kodit penal. Vjet janë mbajt diku në gusht dhe shtator nëse më kujtohen mujt, janë mbajt disa punëtori dhe kemi ardhur tek një konsenzus për kriminalizimin e formave të ndryshme të dhunës online ndaj grave dhe vajzave. Në ato nene të cilat përkojnë me forma ndryshme të azëmte ngacmimi seksual është rekomandu të shtohet dhe në sfera online, mënyrë që të dihet se tash po trajtohet, po edhe disa format që nuk ekzistojnë, disa definicione. Kemi pas një pajtim me atë grupë punuesi cili ka qenë shumë gjithë përfshirës, mirë po ndodhi që ka ndodhi me zgjedhjet, mos formimi, me sa e di sekretariati i Ministrisë Drejtësisë e ka finalizu, zyra ligjore e ka kompletu si dokument, mirë po për shkak zgjedhjeve unë alë procesin gjyq dhe nuk shkoj mandej për shkak se s'kemi kuvend, nuk është shku në votim. Nuk e di çka ka me ndodhur tash nëse do ta krijojmë së shpejti një qeveri të re, a do ta ketë prapë këtë interesim që ta adresoj dhunën kibernetike, dhunën online në legjislacionin tonë, po sido që tjetë, unë po besoj që ne shoqënia civile nuk kemi me undalë, ne kemi me vazhdu me avoku, gjithmonë të e përdor edhe kërkesat që na vijnë nga BE-as, që është kjo direktive cila domosdoshmërisht do të duhet të bëhet pjesë e legjislacionit tonë në rrugën tonë drejt antarësimit në BE. Ndoshta kjo është e mira që nuk kemi shumë vonë, sepse mund të themi që dhuna online mësë shumë t'i ka pas, dhuna me baza gjinore online mësë shumë t'i ka pas rritje në periudhën e Covidit.
atëherë kur u mbyllëm dhe filluan këto format që tham ishte vështirë të bëhen në sfera fizike, filluan të kthehen në sferë online dhe ajo e ngriti vëmendje në gjitha shteteve veçanërisht në Evropë që të shohin për mënyra se si duhet ta trajtojnë këtë. Edhe kjo është një hap i mirë, po shpresoj që kemi me vazhdu prap kurdo që ka me u kriju kjo qeveri që të vazhdojmë me këtë punë, po ne besoj që si shoqëni civile në mungesë të këtij legjislacioni kemi me vazhdu atë që e bëjmë çdo ditë, të jemi dorë për dorë me gratë dhe vajzat të cilat janë viktima të formave ndryshme të dhunës online, ti këshillojmë ligjërisht, ti përfaqësojmë në institucione, kemi pas raste kur edhe kemi përfaqësu, apo kemi tentu me përfaqësu, mirë po për shkak të pikërisht kësaj mungesës të kornizës ligjore, po edhe të njohurive të institucioneve, rastin është dasht me me trajtu në vendin e origjinës prej nga ka ardhë ushtrusi i dhunës, ai ka ardhë nga Mali i Zi dhe është trajtu atje, sepse fatkeqësisht viktima nuk, edhe ne me këshillimin tonë ligjor, nuk arritëm ta trajtojmë brenda Kosovës. Na u patjap një këshill nga policia që viktima shantazhohej nga një ish partner me foto intime cilat i kishin bërë gjatë kohës sa ishin bashk. Ai ndodhej në një shtet tjetër jashtë Kosovës, rasti ndodhej këtu. Policia na rekomandoi, ko pas koha e kishte kërcënu, shantazhu dhe kjo i ka jap disa shumë parash në mënyrë që mos me dal publike fotot që i kanë bërë. Kur i kemi drejtu policisë, na është rekomandu që ta thret atë të vi në Kosovë të takon fizikisht dhe në akt të dorëzim pranimit të parave policia të intervenoj. Po, dhe për neve kjo ka qenë një rrezik i madh për viktimën me pru në një pozitë tillë. Atëherë kemi drejtu në shtetin ku ushtrusi i dhunës është gjetë, atë kanë ndërmarrë me njerë prokuroria atje, kanë ndërmarrë masa dhe është arrestu për 6 muaj kanë dejtë në burg. Pra dhe nga shtetet e rajonit mund të shohim se ka një progres në këtë aspekt dhe kanë mekanizma për me adresu, mirë po prapë them, arsyeja pse është kriju që kjo direktiv dhe pse përmenda Covidin është me theksu se baza është tek gjinia, pra është sulmuar ngravi pse janë ngra, është dhunë me bazë gjinore, prandaj nuk mujna me trajtu veç si një dhunë kibernetike apo krim kibernetik, sepse baza është te cenimi i integritetit edhe të një gruaje dhe të një vajze. Edhe po e shoh fatkeqësisht që të gjitha veprat që kanë bazë, do të thotë është bazuar në gjini, ne nuk po e theksojmë këtë. Do të thotë bëhet vrasja veç pse është gru, thuhet vrasje e rënd, po nuk theksohet vetëm, edhe kodi penal e thotë, për shkak se është gru, është vepër më e rënd. Edhe në këtë rast mendoj që nuk duhet asnjëherë të harrojmë këtë theksin që është dhunë me bazë gjinore dhe e ka fokusin me ataku personat për shkak të identitetit të tyre gjinor. Mendoj që kjo është ajo që e dallon prej çfarëdo lloj kërcënimi që mundet me ardhë në platforma online, pra qofshin ato që janë shumë serioze, kërcënime ndaj shtetit e të tjera. Mirë po vish mos ta harrojmë këtë që baza është tek identiteti gjinor i viktimës.